o ju vëllezërit e mi, po të ishte namazi rënd do të na kishte lehtësu Allahu. Wallahi billahi bë shumë e lehtë. Hymbe në namaz, provoje me namazin, do të rregullohet jeta yte, do të shijohet familja yte, pasuria yte, jeta yte, wallahi billahi. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala derisa të kënaqet me ne. E falenderojmë Allahun kur të kënaqet me ne. E falenderojmë Allahun edhe pasi të kënaqet me ne. E falenderojmë Allahun te bareke ve taala për çdo mirësi të dukshme dhe të padukshme. Paqja dhe mëshira Allahu te bareke ve taala të gjitha qofshin për zotrion ton, mikun ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala qofshin të gjitha dhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. O ju vëllezërit e mi, derisa banorët e varrezave do të qëndrojnë në varreza deri në ditën e mahsherit të madh, kur ja Allahu te bareke ve taala do ta urdhëron Israfilin alayhi salam që t'i fryn surit për herë të dytë. Fa idha hum qiyamun yanzurun, kur ja të gjithë ne do të shohemi prej varreve tona dhe do të fillojmë të shohim majtas edhe djathtas. E pas asaj do të themi men ba'athana min marqadina, kush na trazoi prej varrezave tona. Kur ja atje larg do ta shohim tokën e mahsherit dhe do të themi hadha ma wa'adana ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Aha, kjo që nga ajo që na i premtoi Allahu në dunja dhe pas kanë thënë të vërtetën pejgamberët e Allahut. Kjo është ajo që folnin dhe flisin edhe hoxhallarët në për hutbet e xumas. Kur ja ju vëllezërit e mi, së bashku unë edhe ty, edhe të tjerët nga bita Ademit, grupe do të shkojnë për në tokën e mahsherit, atje ku do të llogaritemi për çdo punë dhe për çdo vepër të madhe dhe të vogël që e kishim punu në jetën e kësaj dunjaje. Atë ditë nuk do të ketë zhurma, nuk do të ketë zërra të lartë. Fala tasma'u illa hamsa, nuk do të dëgjoni vetëm se pëshpëritje. Njerëzit do të pëshpërisin mes njëri tjetrit, do të flasin mes njëri tjetrit nga veshi në vesh. Asnjëri nuk do të ngrit zërin më shumë se sa do të jep leje Allahu. Pastaj do të vjen një moment, o ju vëllezërit e mi, nuk do të pyetet askush nga banorët e mahsherit, të gjithë do të qëndrojnë 50.000 vite në kamp, nuk do të dim se çka do të bëhet me ne. Thot Allahu te bareke ve taala wala yatakellamun, asnjëri prej tyre nuk do të flet, illa man adhina lahu ar-rahman, vetëm kujt do t'i jep leje Rahmani xhallahu ala, filan ti fol ti tjetri esht, dhe do të flasim në atë mas sa do të na jep leje Allahu te bareke ve taala. Kur ja o ju vëllezërit e mi, derisa do të jemi në atë tokë të madhe të mahsherit, do të qëndrojmë aty, do ta presim Zotin ton xhelle xhelalu, gjykatësin suprem, për të dhënë gjyqin, për të përfunduar çdo çështje, kush për në xhenet dhe kush për në xhenem, derisa jemi në atë qetësi të madhe nga Ademi dhe deri tek i fundit, kur ja për një moment do dëgjohet një zë prej qiellit, një thirrës prej thirrësve të madhit Allah te bareke ve taala, i cili do të thotë filan i biri filanit, ista'id lil wuqufi bayna yaday Allah, bëhu gati se duhet të dalish para Allahut azza wa jall. Kur ja o vëllahu im do ta kupton çdo njeri prej nesh se mo emri im është duke u thirr, e të tjerë prej dajallarëve, migjallarëve, prej Ademit deri tek i fundit, të gjithë do të na shohin, pra do të më shohin mua, do të dal nga mesi njerëzve për të shku tek vendi i dhe skene ku do të llogariten para Allahut azza wa jall. Fela ilaha illa Allah, kur do të dëgjoj emrin tim dhe emrin e babës dhe ta kuptoj se unë jem ai që në këtë moment duhesh ka të dal para Zotit xhelle xhelalu. Ademi alayhi salam do të më sheh, Nuhi alayhi salam do të më sheh, Ibrahimi dhe të tjerë pejgamberëve të Allahut, të gjithë krijesat e mahsherit shikimin e kanë në drejtimin tënd dhe në drejtimin tim. A thu vallahu me çfarë shikimi do t'i dalim atij Allahu subhanahu wa taala, shikim që nuk u ngop duke pa haram edhe mëkate. Do të shkojmë me këmbët tona, ju vëllezër, me ato këmbë
që nuk ndalem duke shku në mëkate dhe në gjunahe, dhe do dalim para madhërisë Allahu te bareke ve teala. Allahu Jalla wa Ala përshkruan atë skenë dhe thot: Waqifuhum innahum mas'ulun. Ndalni ata, se ata sot do të llogariten para Zotit të tyre Jalla wa Ala. Allahu subhanahu wa taala në ajetin tjetër thot: Yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Atë ditë ju do të shfaqeni, do të prezantoheni para Allahut Azza wa Jall. Ky është o Allah, ky është ai filani që folte dhe thonte se nuk ka ditë llogarie. La takhfa minkum khafiyah. Në atë ditë nuk do të fshehet asnjë vepër për veprimtarive tona. Në ajetin tjetër Allahu Jalla wa Ala kur e përshkruan atë ditë thot: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. Do të vendoset para jush libri Zoti Jalla wa Ala, më falni, libri veprave të juaja. Kur ja zullumqtarët dhe kriminalët do të shtange dhe do të reme se e din se çka ka në atë libër. Allahu subhanahu wa taala thot: dhe në atë libër nuk ka mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ata kriminalët do thonë: aman bre, ç'është halli be këtij libri që nuk ka lënë vepër të vogël dhe vepër të madhe, vetëm se e ka regjistruar. E në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ma min abd illa wa huwa sayaqifu bayna yadayi Allahi azza wa jall wa fi riwaya sayukallimuhu rabbuh. Çdo njeriu, qofsha unë edhe ti o vëllahu im, vetëm se do të qëndrojmë para madhërisë Allahut azza wa jall. O ju vëllezërit e mi, të parët tonë radiallahu ta'ala anhum thonë: sa herë që e kujtojmë qëndrimin para Allahut më prishet gjumi natën, qohëm dhe i falë dy reqat para Allahun. Pastaj shkuj në shtrat, mundohem të flej, më kujtohet baj moment kur të dalë para Zotit, që ti themi be këti Allah i të math, o vëllazën, që ti thuash be ati që ta dha risku natën edhe ditën. O ju vëllezërit e mi, dikush pe krijesave, sa më shumë që të ketë mirësi dhe vlerë të këty, aq më turp kemi kur dalim para ati. Për s'ka kushbe që na ka botë mira më shumë se sa Allah, mbare besi të dalim para ati Zoti Jalla wa Ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të qëndrojmë para Allahu Jalla wa Ala të zhveshur, të pabër synet, si ditë kur na ka lind nana Aisha radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve, i tha: o pejgamberi Allahu, si mërë të qëndrojmë të zhveshur, ta shohim njëri tjetrin mbare. Tha: oj nëna e besimtare, çështja është aq e madhe, pra mbarja do të jetë vetëm prej Allahut në atë ditë, saqë nuk i intereson askujt për atë që e kanë në të djathtë dhe në të majt. Mbarja do të jetë vetëm prej Allahut azza wa jall, që i themi këtij Zoti sot për ato 60 vite dhe 70 vite që më kaluan dhe unë kam ngulnja në mëkate dhe në gjunahe. Vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që recitova dhe thot: kur çka do të sheh njeriu në të djathtën e tij, atë që e ka punu. Çka do të sheh në të majtën e tij, atë që e ka punu. Çka do të sheh para vetes së tij, zjarin e xhehenemit, Allah i na rujt. Fattaqun nar walau bi shiqqi tamra. Rujuni pe zjarit të xhehenemit, qoftë edhe me një gjysmë hurme, o ju robër të Allahut. Po ju vëllezërit e mi, do të qëndrojmë para atij Zotit të Madh Xhella Wala. Do ta thërret Allahu çdo prej nesh para vetes së tij. Dhe pyetjen e parë që të ta parashton: ha, o imam, tregona, cila është pyetje? Na i ka tregu pyetjet Allahu. O ju vëllezërit e mi, testi nuk është shumë i rëndë për ata që e mësojnë dhe punojnë sipas atij. Pyetjet janë të shfaqura. Na i ka tregu Allahu për në dunja, janë shumë të lehta. Pyetjen e parë që na i parashton Allahu Xhella Wala, çështjen e namazit. Pasi që të takohemi me Allahun pra në atë ditë, do të na pyet për takimin me të në dunja. Si ishte takimi me mua? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi në ditën e Kiametit, namazi. Për arsye se namazi është haku më i madh i Allahut dhe Allahu e ka hak që të pyet për hakun e tij. Haku i tij më është. Haku i tij është, vallahi, dhe ka hak që të pyet për hakun e tij.
Andaj përmirësoni raportin me Zotin xhallahu ala. Zbukurojeni takimin me Allahun në dunja, që ta zbukuron Allahu takimin me të atë ditë kur do dalim para madhërisë së Tij. O ju robër të Allahut, Allahu te bareke ve teala është falës dhe mëshirues. Na ka treguar gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fjalëve dhe emaneteve të fundit që i lanë në këtë dunja, as-sala wa ma malakat aymanukum, namazin dhe atë që e keni në pronën e juj. Pra ishte emaneti i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë dunja namazi. O ju vëllezërit e mi, po të ishte namazi rënd do na kishte lehtësuar Allahu. Wallahi billahi bësh shumë e lehtë. Hymbe në namaz, provoje me namazin, do të rregullohet jeta yte. Do të shijohet familja yte, pasuria yte, jeta yte, vallahi billahi. Vetëm se është ai shejtan dhe iblis që na del në rrugët tona dhe thon dalë se ende je i ri. Pastaj vjen 40 vjeçari dhe thon dalë se ende je duke kriju familje. Pastaj vjen 50 vjeçari dhe thon dalë se ende je duke i martu djemtë tu. Pastaj vjen 60 vjeçari dhe i thot vonje, je vonu. Dhe me i pyet disa njerëz ose i vëllezërit mi, ende në moshën 60 vjeçare dhe 70 vjeçare, pse nuk filloi namazi? Thot vonë është, se ne mbaj ujtin e vogël. Astaghfirullah. Move se shejtani vallahi është duke të mashtru. Për arsye se nuk dëshiron që ai të jesh për njerëzit të namazit, se njerëzit e namazit do shpëtojnë para Allahut subhanahu wa taala. Elusë Allahu xhallahu ala që na falet dhe na mëshiron, na kaplon me rahmetin e Tij. Zoti im dhe Zoti yt është shumë falës, alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderime dhe lavdata i takojnë Allahu te bareke ve teala, paqja dhe mëshira e Allahu subhanahu wa taala qofshin të gjitha për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Elusë Allahu xhallahu ala që na zbukuron takimin me të në dunja. Pa mambe çfarë takimi bukur është ai pasha Zotin, sa që i thonte Ibrahim ibn Ethemi rahmetullahi alej, po ta din mbretëri dhe djemtë mbretërve çfarë kënaqësie na ka dhënë Allahu në namaz, kishin ardhur vallajt na i marrin ato me shpata. O ju vëllezërit e mi, thot Imam Hasan el-Basri radhiyallahu anhu, të ngratin banorët e dunjas që hynë në dunja dhe dolën prej saj dhe nuk e shijuan më të mirë në asaj është namazi. O ju vëllezërit e mi, namazi është kajmak. Namazi është shije. Unë nuk e di vallahi si përëndon për dita e një njeriu vallahi pa namaz. Çka kemi arrit për kësaj dunjaje? O djali moshës 20 vjeçare, çka ke arrit pa namaz? O burri 30-s, i 20-s, i 50-s dhe i 60-s. Çka ka hajër dhe dobi që përëndon dielli i sotshëm dhe ne nuk kemi fal një rekat dhe një sejdë për Allahun subhane, për Allahun e madh xhelle wala. Elusa Allahun te bareke ve teala që të dërgon salavat dhe selame për pejgamberin ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an khulafa'i ar-rashidin al-a'immati al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir as-sahabati ajma'in ya rabbal alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.